jo vetëm që ka studiuar matematikë flutura dhe ka bërë ekonomistën dhe ka qenë shkrimtare vazhdimisht në mënyrë konsekuente, po ka qenë edhe përfaqësuese në Kuvendin e Shqipërisë, ka qenë deputete, por në fund flutura tije çfarë ngelet nga të gjitha këto me ty? Intimisht. Këtë gjë, kjo ka qenë përgjigjja që kam dhënë unë që shikoj më të bëj gjithçka, kam bërë gjithçka, edhe në herë bëj, po e them me humor se në tash edhe do të bëjmë pak humor. Po të bëjmë patjetër sigurisht. Kam thënë unë kam provuar të gjitha, përveç prostitutën dhe burgun. Këto të dyja, si kam bërë të tjerat i kam bërë gjitha në kuptimin e njeriu që provohet njeriu. Por dëshira ka qenë të vdes shkrimtare. Kjo është. Nëse ja edhe kam përshtypjen se ja dola sepse jo se kam mbaruar me politikën, se me politikën s'mbaron dhe të duash tikësh ti nga politika. Stele politika tikësh sepse sigurisht është brengë secilit për nesh ose ne jemi të detyruar sepse gjithçka kalon nëpërmjet politikës. Edhe kur bëjmë gjëra që duken fare larg kësaj, ne në fakt bëjmë politikë. Ne bëjmë. Dhe që ta kuptoj, rikthimi te letërsia. Nuk e di sa është saktë, shkoj se ti ke qenë gjithmonë te letërsia. Po rikthimi qoftë edhe me veprën e fundit, shumë të bukur për të cilën do flasim. Dhe rikthimi në një intimitet letrar, është një farë zhgënjimi nga politika? Pra je rikthyer e zhgënjur, ke dashur të higjenizosh, po themi, veten tënde? Jo, unë thash mund të jetë dhe një gjë stacionare. Njeriu qëndron, ka nevojë të pushoj, ka nevojë të reflektoj, ka nevojë të shoh. Në një midis, po t'ishte një midis ndoshta më i dashur, më bujar, më pranues, se nuk e përjashtoj, po them këto çalesat e mia. Nuk e përjashtoj, secili prej nesh ka të mirën dhe të keqen e vet, ka uqet edhe po them përparësitë e veta, virtytet e veta, por në një midis tjetër, më bujar, me njerëzit që kanë karrierë. Pra, çështja ishte se një pjesë atyre që më rrethonin, ndoshta vinin politik pa në një karrierë solide, dhe kjo i pengonte tek unë ndoshta. Unë isha njëri që shkoja solide, kisha një karrierë nga e cila më kishte armatosur gjë me një lloj integriteti, ndoshta mund ta them, ose me një lloj qëndrimi që nuk lëshon, që nuk epet, që nuk çedonte në gjëra kaq të vogla ndonjëherë që kanë bëjë ndoshta edhe me materialen. Njerëzit aty ndonjëherë shkojnë ndaj për thjesht për materialen, dhe këtu ishte gjithë konflikti. Unë kisha shkuar për një gjë ideale, po ç'i duhen atyre idealistët? Idealistët mund t'ju duhen shqiptarëve që të ndryshojnë Shqipërinë, po jo në parlamentin e Shqipërisë ku shkojnë njerëz me interesa të caktuara. Dhe ndonjëherë mendoja, s'është çudi edhe ma përmendë këto ditë edhe im shoq me humor. A e di më grua që ti mund të kesh qenë ndoshta deputetja më e varfër, megjithëse unë kurse kam cilësuar veten njëri të varfër. Sigurisht unë e pasur nuk jam, po të varfër s'do më shohin kurrë. Sa kohë jam e aftë të mund të arri, të mbaj veten, dhe e kam mbajtur veten qoftë me letërsinë, edhe pse është një zeje shumë e vështirë sot të bësh parade, të mbijetosh, por unë kam jetuar gjithë jetën time me librin, me kuvizimet caktuara që kanë të bëjnë me kohën, me mundësitë për të përfshirë, me tërheqjen e lexuesit, me një lloj edhe shkujdesi ndonjëherë të shtetit. Pavarësisht nga kjo, letërsia, libri, jo letërsia, po libri ka qenë mënyra se si unë kam frymuar gjithë jetën. Shiko, Viola, ka një gjë që artistët përgjithsisht apo shkrimtarët, të cilët jetojnë vetëm me produktin e tyre artistik ose letrar, do thotë që janë të mirë, sepse shiten, ë? Patjetër. Pra regjisorët që jetojnë vetëm me filmat, do thotë që janë të mirë sepse shiten. Patjetër. Shkrimtarët që jetojnë vetëm me libra pa bërë një punë tjetër, do thotë që janë vërtet të mirë, ë? Jo, dhe gjëja tjetër që mua më gëzon është që ka ende lexues të mirë, ka ende shikues të mirë për kinematografinë. Shpesh herë, dhe ky është një diskutim që ne kemi hapur me qindra herë në kinotek, publiku shqiptar ose lexuesi shqiptar në rastin e librit është shumë i paragjykuar. Shpesh herë i veshur me atë paragjykimin që nuk lexon, nuk e njeh letërsinë, nuk di se si ta zgjedh librin e duhur, cili është qëndrimi yt. Po. Ju folët për letërsinë time që mua prej saj kam bijetuar edhe si qenie biologjike, sepse para se të jem shkrimtar, jam qenie biologjike. Ne për këtë po flisnim, për nevojat e përditshmërisë. Jo çdo shkrimtar, ka edhe shkrimtar shumë të mirë që nuk ja kanë dalë ta gjejnë lexuesin. Pra nuk është ndonjëherë faj i veprës. Ja, shkrimtari i mirë, po s'ka mundur dot. Ndoshta, unë kam qenë ndoshta edhe se shiko, je shkrimtar i mirë dhe rri, nuk prononcohesh, nuk përfshihesh, nuk angazhohesh me komunitetin ku je, me mjedisin ku je, me përgjegjësitë që ke, edhe si qenie, po them,
Ndoshta kjo mund t'i ketë ndëshkuar një pjesë të shkrimtarëve të mirë. Pasi unë nuk kam thënë ndonjëherë gazetarëve jo. Për çfarë do temë, edhe po të mos kem ditur ndonjë gjë më të gjerë, me një gjë të caktuar, me një temë të caktuar, me një shqetësim të caktuar të shqiptarëve, unë gjithmonë kam pasur një përgjigje. Kam pasur gjithmonë një përgjigje. Pra nuk ka ndodhur që mikrofonit i them jo, kamerës i them jo. Në këtë sens kam pasur një lloj angazhimi. Ndoshta ky angazhim shoqëror, jo angazhim politik. Ky angazhim shoqëror ndoshta më ka ndihmuar edhe për të patur një ka ndryshuar shkrimtari. Unë të thash, shkrimtari sot është tjetër njeri. Përpara se të nisti, mund të thash që unë rrallë sugjeroj librat sepse nga që jam një farë lexuesi, kështu modestisht të them, dhe i shqyrtoj librat mirë dhe jo të gjithë librat më pëlqejnë. Dhe kur sugjeroj libra do të thotë që libri më ka pëlqyer dhe librin tënd e sugjerova. Dhe unë mendoj që ky është thelbi i suksesit tënd. Nuk është çështja, nuk është dalja në media. Jo. Flas unë ja sugjeroj Violës. Kjo është kozmetik, por shumë e nevojshme. Unë ja sugjeroj Violës. Viola e lexon, i pëlqen, ja sugjeron dikujt tjetër dhe kështu përhapet në thelb. Shiko, ndryshe nga poezia, e cila ka qenë sigurisht, po them, deri çka e parë, po e them deri çka tani bën. Të hapësh te lexuesi. Proza ka një gjë që është proza shumë kryeneçe. Nëse në librin e parë ti nuk e fiton lexuesin në prozë, ti e ke humbur për gjithmonë. Nuk të kthehet më. Nuk ka mundësi të dytë. Është shumë e vështirë. Sepse ka lexuar të parin lexuesi, vetëm nëse mashtron, po them në kuptimin e mirë të fjalës mashtron në një lexues tjetër, jo të lexues i cili të ka ndjekur ty, sepse atë ti e ke zhgënjur në librin e parë. Dhe unë e pash tek vetmi gruaje, te libri im, një libër i vogël, që është e vërteta, por bëri furore në rrethet e atë kohë, po flas tani, unë po flas fundin e viteve 90, ishte herët, ishte një libër i vogël, por u ribotua 2-3 herë, nuk është pak, ishin shenja. Pastaj ishin shenja, dhe aty pastaj e kuptova që, po, unë e kisha një lexues, dhe nga ai moment, pastaj botova Kryqin e Arresës, i cili ma kërkuan dhe 2-3 botues për ta patur në listë, se ndjeni si një lloj nevoje që ky libër të qëndronte në listën e tyre. Po flas për Toenën që marri botoi, mbrapa se thonin mund të botoj çfarë të duash të vej për të re origjinale, po dua patjetër ta kem Kryqin e Arresës, ta kem në listën time të botimeve. Në këtë sens ishte një gjë shumë e mirë, madje më ndodhi një, po e them për humor, tani kështu ka ndodhur, kur kam bërë promovimin e Kryqit të Arresës. Në fakt është një libër për gjakmarrjen. Është një libër me një temë pak të vështirë, po ta thuash për lexues të gjerë. Jo çdo kush e njeh se duhet të kesh edhe një, po them edhe një njohje të temës. Por kjo nuk e pengoi fare romanin, sepse në fund është thelbi ajo që thoni ju, letërsia, por edhe komunikimi, mesazhi ndoshta, po edhe pjesa argëtuese. Ti lexon një tekst dhe ti ngopesh, ose nuk ngopesh, ose zbrazesh, ke nevojë ta ruash, s'ke nevojë ta ruash, do ta hedhësh. Domethënë gjitha këto janë kaq të brishta si lidhje mes lexuesit dhe shkrimtarit, saqë ti ndonjëherë nuk e di saktë se kush është në fakt lidhja që ti meriton, se janë shumë e brisht. Gjithsesi të mbetem te Kryqi i Arresës, edhe mbaj mend, për fat ka të bëjë ndoshta edhe me karizme personale. Ndoshta unë kam një lloj karizme. Po ndoshta edhe nuk e di, mund të jetë kjo. Dhe atë ditë u shfaqe në promovimin tim, por edhe ishte nuk është aq e shpeshtë, flas për fillimin e viteve 2000, që zonjat të nxirrnin vepra kaq që të ishin të dominuar. Trashëgonin një gjë të paqartë shumë. Edhe merrën shumë mikrofona, merrën shumë kamera. Dhe shoh pas disa ditësh një shkrim të dikujt, tani është i ndjer, po që kanë këto rrethet e tyre burrashe, e themun. Jo se dua të fyej burrat, se unë ja admiroj burrat. Kur shajnë, domethënë zonjat, kur shajnë burrat, unë ngrihen nervat, sepse paktën mbase unë kam njohur burra fantastik dhe zguxoj që ti shaj kush. Por këto rrethet e vogla burrashe të letërsisë, domethënë të klubet e vogla. Edhe shkroi një shkrim dhe tha, ishin drejtuar ta kamerat, tha një shkrimtare e re që nuk guxoj as me ma than emrin. Ti thuaj emrin, Futraçkës, thuaj more, se un kam një përgjigje edhe për ty. S'ka gjë. Edhe pse jam e re. Edhe ja drejtonin kamerat, tha sikur ishte Kadareja. Duke kriju këto lloj klishes, këto lloj konstruktesh, në fakt këta e ngulfatën letërsinë. Sepse nuk i dhanë mundësi. Për shembull, unë isha një njeri i vendosur në këtë gjë. Mua nuk më lindte talenti mbase im, nuk më lindte nevoja për të shprehur. Kisha nevojë të komunikoja, kisha nevojë për audiencë. Është një gjë që ti nuk i kupton, e ke në trurin tënd, ti nuk e di këtë gjë. E ke në mënyrën se si e ndërtuar, si frymon. Ka njerëz që dëshpërohen. Unë për shembull, në ciklin e parë me poezi, po e them kështu, po e them Elbasançe, kam hang dajak një shkrim kundër, një faqe kundër disa poezive shumë të brishta të mia. Flas për 88-ën. S'do isha bërë kur shkrimtare.
se të merrje të atill feedbacku, po e flas tani në gjuhë moderne, të atill feedbacku në 88-ën, është një gjë fatale për një shkrimtar. Po s'kishte më. Unë ose do heshtja përfundimisht, ose unë nuk do botoja më. Një nga dy. Për çfarë arsye? Ja, do ta shpjegoj mbas edhe këtë gjë. Po që mbetem te kryqja e rresës, edhe këtu atë merri keq për atë zotërinë. Që merreshe, domethënë, ky mjedisi ka shumë rëndësi edhe mjedisi kutje paraqit vepër. Të kthem te lexuesi, me kryqjen e rresës u mora lexues edhe më të ri. Pastaj me vetëm gruaja me hirin, me hirin, që ishte një traktati impersonal për dashurinë. Nuk e kam këtu, po e kam, do ta ribotoj, besoj, botuesi im shumë shpejt, sepse adhuron atë vepër, ajo botuesi adhuron atë vepër, do ta botojsh një vepër e shkurtër, por një traktati impersonal për dashurinë, si e gjykoj unë, edhe aty mora lexues të ri dhe pastaj kështu, derisa kam rritur tek Ferri dhe tek Biri, qoftë edhe tek Parazetiki, unë kam gjallë lexuesin dhe vjen një moment dhe ti mendon edhe për lexuesin tënd, si mund ndodh kjo? Po ja që ndodh ka. Madje unë ndonjëherë shoh, kur filloi një vepër, për shembull unë mendoj çfarë të mendoj Aida, një lexuese që më ndjek mua në mënyrë kështu, domethënë, quhet bukur, unë e quaj të bukur, ose tjetër çfarë do mendoj. Dhe ti ke dhe një dhemk, një gjë të vogël që thua, a do më pëlqej veprën tjetër? Të duket sikur ti shkëputur, sikur je ndar, të duhet sikur je një qenie e vdekshme, nëse ai njeri që të ka ndjekur deri dje nuk të ndjek akoma. Shtohet pastaj lexuesin e ri, që është i ri, edhe duhet, sigurisht duhet përkëdhelur,